I takojnë Allahut, Zotit gjithësisë. Ata e falënderojmë, prej atij e kërkojmë ndihmën. Ata që i madhe Zoti drejton, askush nuk mund ta devijojë, ndërsa ata që drejtësia e Zotit e lën humje, askush s'e ndihmon përveç Allahut xhelle xhelaluhu. Të gjithë dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe i dërguar i Zotit, të cilin Allahu na e çoi me Kur'an, dallues i të mirës nga e keqja, i të vërtetës nga e shtrembra, deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë mbi familjen e tij të pastër, mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni këtu sot bashkë. Mas falënderimit të Zotit dhe kërkimin e mëshirës Allahut për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vëllezër besimtar dhe ju besimtare, Allahu ju bekov dhe ju mëshirov gjithë. Sot zgjodhem një ajet që bën fjalë për një çështje shumë të rëndësishme. Thoj se është shumë e rëndësishme, që ka të bëjë me jetën e robit, pasurinë e robit, qetësinë e robit, mbarvajtjen e robit. Pra, gjithçka të mira, begati që i ka dhënë Allahu xhelle xhelaluhu robit, bën fjalë ky ajet, me cilin Allahu xhelle xhelaluhu na drejtohet dhe thotë. Allahu thotë nuk e presh gjendjen e njerëzve. Nuk ja u largon mirësitë që i ka dhënë herë, përderisa ata të ndryshojnë veten e tyre. Madhështore, po është zbulimi i Zotit madh, sa ai din. Çelësi i jetës, çelësi i kësaj bote është Kur'ani, libri i Zotit. Sepse është fjala e Allahut, kelamullah. Nëse bota nuk e kuptojnë këtë gjë, nuk ka hajër. Sa pash do të shkojnë, të umet njëri me tjetrin, me luftra, me punë të këqija, nëse nuk kuptojnë që çelësi është tek Allahu xhelle xhelaluhu. Çfarë thotë më dhe Zot? Dhe më thonë indirekt. Ju kam dhënë, thotë Allahu xhelle xhelaluhu, mirësi dhe begati. Një mëngjes të mirë, thotë, ju hikin ato. Pse më hikin? Kush më mori? Edhe ju keni ndëgjuar për njerëzit, goxha, që thonë, ore isha mirë fort. Edhe shëndetin e kisha shumë të mirë. Ore isha me punë, isha me pasuri. Të gjitha. Ore isha me burr, më ka hik burri, më ka hik bashkëshorti. S'kam fëmijë, ka hik fëmia. Qa janë të gjona shumë? Kisha i përgjegjës mirë, hikuaj, ose më përzon nga puna. Kisha i punëtor të mirë, se di, më ka hik. Kishim i kryeministër të mirë, i mbret mirë, se di që ndodhi. A e dini që ka ndodhë? Allahu thotë, nëse ja kam dhënë gjë të mirë, nuk ka heq kurrë mo. Pa ndryshuju në mes vetes tuaj. Domethënë, pa u bën, ju thot, pa meritueshëm për atë mirësi, unë nuk ka heq, thot Allah. A e dini se kur u kriju në fillim fare, bota ka qenë pak ndryshme. Jo pak, po shumë ndryshme. Gjelbrim, qetësi, rahatlek. Domethënë, pemë bëheshin vetë aty. S'kishte nevojë me miell hiç. I kishte miell Allah. Për Zotin kështu ka qenë fillimi. Po kur filloi kjo që mundzi, kur u shkretoi bota, kur ndodhi vrasja e parë. Kabili e vrau Habilin. Në 2 djelë të Ademit. Pse u vran? Për xhelozi. Bëshin ka kurban për hir të Zotit. Edhe Allahu s'ja pranoi këtij se kishte zemrën të preshme. I Kabilit ja pranoi Habilit. Unë do të vrasë, dhe. Mirë, qofse të e bë këtë punë ndaj meje, dhe unë s'kam për të punë ndaj teje. Unë nuk do të vrasë ty. E vrau. As dite ku me vras. Njeriu i parë që ndodhi. Edhe filloi halli, filloi telashje, filloi ngathresa. Që kjo ngatresë mëllet vetëm kur të vjen lajmi i kiametit. Kur bota do të mbarojë këtë funksion,
edhe do të fillojnë ato botet tjera e varrit para Allahut, xheneti, xhehenemi. Se ishte qetësi e madhe, rahat legu madhe. Çfarë ndodhi pra? Nuk e duan rob të vëllezër. Nuk e duan qetësi, nuk e duan rahat legu. Nuk e do atë përgjegjësin e mirë, atë punëdhënësin e mirë, do të keqin. Mbretin e mirë, nuk e do. Shtëpinë e mirë, nuk e do. Makinë e mirë, s'e do. Pasurinë e mirë, s'e do. Allahu xhallahu thotë në ja kam dhënë edhe kur nuk ka heq. Vetëm kur të ndryshoni ju. Po kur ndryshojnë ta? Kur të fillojnë me utall. I jenë punë ke filonit? E fillot të e talët për gjejsin të atë për shemë. E ne jam pa punë, thot. Seri e pa punë, pa të morin punë e ty. Së të ka bërsh ma, të morin punë. Sedhu se njëri e ti. Allahu që të rezë, kjo ajo punë nuk të heqë. Vetëm shif ku e ke defektin. Apo tjetri. I hiku bashkëshortja. Nuk e di sa orë më ka hangër, hajde t'i bëjmë rizha, që ta marrë prapë. Po s'ke nevojë të e patëm shpejtë. Allahu xhallahu ta dha të këtë begati, këtë mirësi. Pse të higi? Shif. Ti ke ndryshuar diçka. E Allahu xhallahu thot nuk u heq një popull i mirësi dhe begati që i kam thonë, pa u ndryshuar ta mos vetës. Çfarë do të thonë më ndryshu? Letë më shpejtë si sklavët atë, punë nga jo. Orë ka për të hiki ditë, punë nga në gratë. Ti rafësh, ti shkatërësh, orë shok. Shife, se je gabim. Nuk ta heq Zoti mirësi. Po njëjtë edhe asaj që i ka hik burri, e ka nda burri.